lavdi dhe falënderimesh për Allahun fuqiplot, i cili Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është pejgamberi i fundit mëshirë për mbar gjithësinë. Këto salavatet dhe selame ja dërgojmë familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla shanuhu në një ajet kuranor ka thonë: "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa." Thot, ju gjithsesi po jepni përparësi jetës kësaj bote. E ma mira është bota tjetër. Ma mira dhe më e vazhdueshmja. Ma mira dhe më e vazhdueshmja. Dhe më thonë, afat gjatë e pa fund prioritet për besimtarin është bota tjetër. Nga ky ajet ulemat kanë përfitu, kanë nxjerr, kanë thonë, duhet me ditë me pas prioritete. Me pas prioritete në jetë. Nuk i takon besimtarit se s'u thot shokit vet. Ma bën Allah se s'u ndal me pi kafe me ty, ose e lojna ma vonë se mos po mik dreka. S'u thot. Edhe e bën prioritet dalën me pi një kafe ose marrveshjen e një biznesi, ndaj një namazi që është jo më i vlefshëm, veç më i vlefshëm, po është i pa imagjinueshëm në sevape në krahasim me çet kafën ose çet shoqnin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend, na ka mësu prioritetet. Ka thonë shfrytëzoj rinin para pleqërisë, jetën para vdekjes, shëndetin para smujës, pasunin para fukarallëkut, prioritete. Ulemat e kanë konsideru këtë jetë, këtë dynja, si një enë e madhe, ma mirë për thëmë bazen i madhe. Dynjaja, e cila ka më mush me diçka. Me gjërat cilat kanë më mush janë 3. Gurt e mdhaj, pastaj gurt e vegjël, edhe treta zalli. Nëse i merë dhe i qëtë parenditje, pa prioritete, e kini sasit caktume, po sun ki me mujtë me mush, taman, edhe me ngjesh që shduhet, përveç nëse vazhdan me mush qëtë bazenin e madhë, me ren, mi vusanet me ren. Mas pari i merë gurët e mdhajive, pasaj të vrimet ku kanë met mes gurët ma i mush me gurët vegjël, pasaj të vrimet halamat vogla i mush me zallë, edhe në fund e rafshan, e shtyp. Kështu kanë thonë janë prioritetet e besimtarit me mush jetën e vetë. Mas pari, gurët e mdhaje për qëllim punët e mdhaja. Puna ma madhe janë farzët e Zotit. E në farzët e Zotit janë 5 vakti, ose 5 kushtet e Islamit, ma mirë me thonë. Shahadeti 5 vakti, agjerimi, zeqati, haxhi. Janë kushtet e imanit, 6 kushtet e imanit. Këtu janë prioritete. Këtu nuk ka, para këtyne nuk vjen kur gjë. Mas kësaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, mi dhonë përparësi përgjegjësisë ndaj familjes. Jemi të folë, gjithë se cilit sen mi adhon hakin e vetë. Nuk është arsyeshme me lënë mësimin e fëmis, edukimin e fëmis, shkollimin, ushqim mi dhanë, investim, me lënë anash, mësimin me qunë xhami, për një luks një shokit. Andaj është e gabume me i dhanë përparësi makinës edhe zbukurimit saj, ndaj ilaçeve të djalit ose të qikës. Prioritete. Njerëzit të cilët e kanë humbë këtë balans, në ditën e kiametit kanë me u konsideru zullumqar ndaj humbjes balansit. Zullumqar me vetën, se ka falë 5 vaktin, se s'ka pas kohë, se o kondash me dal me shok me shëtit. Zullumqar ndaj vetës. S'ka pas kohë mu marrë me familjen, me kryo obligimet familjare, me urnu për namaz, me i qute hoxha fëmit me mësu në xhami, pra arsye se o kondash me dal me shok me shëtit çdo ditë. Është bë gati
prindi, bashortja, fëmia, me qute mjeku, paramendo, kontroll. Pritë se më thiri një shok e pas ka një punë qka, valla veç tira s'munet, hajtë me pi një kafe bashkë. Ti je zullumqar, ti je të i bo zullum familjes. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë familja ka hak, vetja jote ka hak, evladu ka hak, çdo kush që e kim përgjithësi ka hak. Andaj, nuk du të asgjati, keni kujdes çfarë prioritete keni. Është në gjendje njëri me vitet të tëra, livdohet dikush thot 40 vjet unë kam përvoj pune. 40 vjet thot unë jam qenë në ora 6 ku më shkuan punë se kam asnjë, unë di njëri 43 vjet, asnjë mungesë, se keni edhe nëpër YouTube punëtori majdallum, jo në keke, jo aneje, jo kneje, 43 vjet. Pa asnjë mungesë. 43 vjet në ora 6 në punë. Në saj e në ora 5. Sabahi ban deri në 7 dimnit më falë, deri në 7 e 2 minuta. A ke falë deri sabahin? Jo. Ti s'ki prioritete. Qa ka me gjyta e diploma, e letra, e mirënjohja të cilën ti ke marrë ke punë mërë, që ti 40 vjet, 45, ke dalë për ditë në pazar në ora 6, e ti ke mund 5:50 ose në 6:15 me falë sabahin. Ti s'ki prioritete. Gabim kjo matematika jote është. Se ti ma shumë pa ki kujdes riskun, se sa atë që ka riskun dorë. S'ki prioritete. Edhe një shamull halamat tjeshtë. Nuk gjynë asë gja, jam vetri për jo thamë, fel nga mirë e kerët, nëse guma nuk është e mirë dimnit, se guma bëhet sebeb me lejtë Allahit, me të pështu, në telashe, në borë, a fel nga jo. Çka është prioritet, me ditë cëllat janë prioritetet një jetë. Në momentin që dush mu martu, me ditë që janë prioritet të një vajzë. Prioritet është morali i saj, dini i saj. A shkon e bën prioritet bukurinë e saj. E bën prioritet pasuninë e saj. Jo vëlla jam. Nëse baba i saj ka pare, unë e di vajzë e cila nuk është martu 40 vjet. Pse? E ka dyshimin që kredi jam që dojnë më feju me ta, dojnë për paret e babës vetë. Munit më kone vërtet, vajza mund mësë me pas faj. Jo, habibi. Jo, veç vetë ku të punësh, pasunin e gruës, le. Dhe babës gruës, le, vetë ti që ka të punën. Ti prioritet me pas dinin, moralin, sjellën e saj. Ja, nëmët që tërkuj më rënu, s'ka. Ti s'ki prioritetet gabume. Masanin ajo, normal që ka me lujt me ty. Masanin du të me shku të hoxha, me bo me ditë, qka përmenin popullit ju habitnu. është në gjendje gruja gojës me rrej burrin. Pse se prioritetet e gabume i ka pas. A pja bën mirë. Pa pi zamrës plast të mirë le t'ja baje. Pi zamrës plast. Se s'po bën mirë. Se s'ka pas prioritete kur u kon vakti për prioritete. I ka qitë gjona që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na i ka mësuar se dinit parat, i ka qitë fundit. Vllazni, gjën e parë që e bani prioritet në jetën e juaj është qysh çdo vepër e juaja mu bën sebeb në botën tjetër me të pështu pi xhehenamit, me të ngrit gradën në xhenet. Këto tjerat janë dorës dytë. Këto janë dorës dytë. Mos i harroni të dashur vëllezër, për i Zotit. Këto prioritete. Ku dal në rrugë, kur shkon mysafir, kur shkon në punë, kur bjen me fjet, a jam të kënaq Zotin me çdo punë të cilat po i bëjmë. Paramendo. Pejgamberi alayhis salatu wasalam është ul me një mezhlis 80 deri 100 herë ka kërku falje Zotit. Astaghfirullah wa atubu ilej. Me një mezhlis. Ai mezhlisi ka mujt me zgat gjysore, një orë, naje, edhe naje fetare ku ka dhënë këshilla, ku ka dhënë përgjigje të pyetjeve të caktuara, edhe ka bënë istighfar. Ne jemi në gjendje 2 orë, 3 orë më najt me bë muhabet dunjas. A di çfarë muhabete? A keni filani kështu? A keni fisteki ashtu? Ja, besa vërtet. Unë kom një hala se ky tash do të më ashtu edhe diçka më shumë. Apo shkruhet kjo pro a kundër teje në ditë kiametit. Në një mezhlis ku ulesh aty dhe çohesh pa përmend Zotin. Ditë kiametit është kundër teje çaj mezhlis. E tash te këqyri prioritetet edhe më thuj mu masane, s'po kam vakt më fal.
këtë namazet veç farzët me mbledh, ty bën bafshin gjysore. Veç që nuk janë më njëherë, du të se cëllën kone vetë. Anë kafe, me këshu një lojtë futbolit 90 minuta, e më kone kampionat, në regull, s'po thamë që është ndalume, më s'u keq kuptani. Vallaj mi thonë, sa këshu një kampionat botëror se diçka, një muja, sa, a i mund me mësu Koranin me lexu arabisht. A kemi vllazin që 5 vjetë që falet e s'di me lexu Koran? Kemi. 5 vjetë, e ma shumë kush i ka bon, që falë 5 vaktin, edhe s'di me lexu Koran, pitrive, plesh mujnë mos me trit, edhe nuk lexojnë Koran, na themi kjo është fatkeqësi. A unë ju garantoj, hajdeni për 30 ditë rresht, ngani mu, kur t'jap detyrat, që synin Kur'an qa. Për 30 ditë, eventualisht një orë në ditë kime mësu, ka këtu vllazni që kanë ardhur kanë mësu. Jenë gjendje, s'ki prioritete, jenë gjendje për natë me dalë në kafe, jenë gjendje me fshyrë kampionat futbollit me mujtë të tërë, pa t'i ndalu ato. E me thonë s'kam vakt më falë, andaj të dashur vëllezër, të rishikojmë prioritetet tona, çdo punë e cila është farz, t'i japim përparësi. Çdo punë e cila na afron te Allahu, edhe na çon në xhenet, t'i japim përparësi ndaj punëve të tjera. Allah na përmirësoft, Allah na falt, Allah na udhëzon në rrugën e drejtë. Amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.